Ekspertët ekonomik në Kosovë kanë ngritur alarmin për pasojat që mund të sjellë ngërçje politik në formimin e qeverisë së re, duke paralajmëruar rrezikun e bllokimit të buxhetit për vitin 2026. Në një intervistë për Radion Europa e Lirë, ekonomisti Haki Shatri paralajmëroi se shteti mund të përballet me falimentimin nëse nuk miratohet në kohë ligji i ri për buxhetin. Nëse nuk gjetet në një zgjidhje për të funksionalizuar 1/12 e buxhetit në janar, edhe tërmet të ketë askush nuk mund të ndërmarrë asgjë, deklaroi Shatri, duke theksuar se pa qeveri të plotfuqishme nuk mund të bëhet ndryshimi në ligjin për buxhetin dhe as të vazhdojnë ndarjet buxhetore për muajt e parë të vitit të ardhshëm. Sipas tij, vetëm një qeveri në kompetenca të plota ka të drejtën ligjore të propozojë projekt ligjin për buxhetin apo ndryshimin e tij. Në të kundërt, shteti rrezikon të mbetet pa mjete, pa funksionimin e institucioneve bazë. Nëse nga 1 janari nuk ka qeveri të re, nuk do të ketë kush të propozojë vazhdimin e shpenzimeve buxhetore dhe paras publike, shtoi eksperti. Në këtë rrethana, si dhe zgjidhjen e parakohshme, po shihet aplikimi i sistemit 1/12 e buxhetit aktual, që do të mundsonte shpenzime të kufizuara për muajt e parë të 2026-s. Megjithatë, edhe kjo procedurë kërkon miratimin ligjor nga Kuvendi, i cili aktualisht nuk mund të veprojë pa një qeveri të re. Shatri paralajmëron se vonesat në formimin e qeverisë mund të çojnë në kriza të reja sociale për shkak se pa buxhet nuk do të ketë fonde as për pagat e administratës, as për pensione, duke vendosur ekonominë e vendit në një situatë të paqëndrueshme.